në administratën Trump është marrë një vendim që do goditen nëpërmjet sanksioneve, vizave, pasurisë, liderë në Ballkanin Perëndimor, politikanë që rrezikojnë stabilitetin. Kush duhet të trembet më shumë këtë? Serbi, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, sepse edhe për Kurtin kishin deklarata që është bllokues. I pari që të cilit i është prishur gjumi i natës është Edi Rama. Sepse Edi Rama e di se që pret. Me shpalljen e organizatës Soros, organizatë terroriste, ka mbaruar gjithçka për këta sororistët e Shqipërisë. U shprishur gjumi të gjithëve. Mjafton që doli në media që një person, një lubi, një përbindës, një nuk di çfarë të thuash, e quajtur Belinda Balluku ka 300 apartamente, 300 shtëpi. Po, kjo është e thënë kështu nga Berisha, nuk është se u vërtetua me vendim gjykate që i takojnë kësaj, janë të kësaj, të formës prerë, më the tash. Dhe të dalë ajo të hedhë në gjyq Sali Berishën për shpifje, po që se nuk është e vërtet ajo që thot Berisha. Jo, nuk është se po bëj avokatin e saj, por në këtë kohë rrumujash dhe deklaratash, nëse do merret me çdo deklaratë që hidhet media, i bie që ketë shumë gjyqje dhe procese. Unë nuk e di si e konceptoni ju median, po unë kur vi tek ju në median tuaj dhe në çdo media që shkoj për ta saksuar, kam fjalën te politika që hedh akuza pafund. Këtu e kam fjalën. Pra të ndajmë politikën nga media. Unë kur vi tek ju nuk jam trim të them gjëra të paqëna, them vetëm gjëra të vërteta. Tani që ka thënë Berisha nuk e ka thënë kot. Ju e dini që unë me Berishën jam në kundërshtim të hapur, sepse Berisha mori në qafë të djathtë shqiptare dhe e erdhi në pushtet, u fut në pushtet, e vendosën në pushtet për të shkatëruar të djathtën shqiptare. Dhe kjo vendosje erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata e vunë në 92-shin, në 91-shin kur e vunë president. Ajo parti politike që në Amerikë që sot nuk është më në pushtet dhe ajo që i solli njerëzimit shumë prapësira, sidomos me deklarimin e gjinisë, me LGBTI-t, e tjera. Tani ka ndryshuar kohët. Tani po fryn erë djathtë dhe e fuqishme bile, dhe amerikanët kanë marrë vendimin që në Shqipërinë ta pastrojnë një herë për gjithmonë nga këto gropa septike të quajtura parti politike, siç është Partia e Punës së Shqipërisë, Partia Demokratike, që janë në fakt Partia e Punës që të dyja. Si Partia Socialiste, e quajtur socialiste, dhe Partia Demokratike. Dhe të gjitha partiçkat e tjera s'janë gjë tjetër veçse një kancer me disa metastaza që quhet Partia e Punës së Shqipërisë. Pra, avokat, në këtë rast në Shqipëri kush duhet të trembet nga ndoshta emra konkret, individ? Komplet. Ja po ta them unë. Unë po a them dhe shqiptarët do ta mbajnë mend këtë që them sot. Po do trembet dhe do lëkundet e tërë klasa politike shqiptare, e tërë, pa përjashtim. Establishmenti pra e ka punën keq. E ka jo keq, por e ka shumë keq. Edhe po më vërteton koha, lavdi Zotit e falderoj, që kam thënë, kjo klasë politike duhet të qërohet nga pushteti, dhe ajo po ndodh, ajo do ndodh. Thirrjet janë dëgjuar më tan oqeanit. Patjetër, ja u kam thënë dhe juve. Mos mendoni ju kam thënë se nuk shkojnë në vesh të duhur këto që them unë. Dhe shqyr Zotit kanë shkuar. Dhe koha më vërtetoi. Dhe tani ne presim këto 90 ditë që vinë, që këta të zhduken, edhe fizikisht të zhduken nga Shqipëria. Të ikin, të marrin nga sytë këmbët. Sepse po shkatërrojnë një shtet të tërë, një popull të tërë. Dhe cilin popull shkatëruan? Popullin më të shkëlqyer, popullin më fisnik që është populli që ka krijuar Evropën. Do vi tek një faktor tjetër i medias. Ja saj mediat se nuk po e them atë llafin. Por do ta them, media shkërdhyer, më fal për shprehjen. Të më falin qytetarët shqiptar,
Se deri të sa nxjerrin i bëjnë gjithë atë reklam Big Bordelli që u hap dje, çfarë është ajo? Çfarë është ajo? Ndoshta ajo reflekton tamam shoqërinë tonë, avokat. Sepse e njëjta gjë në Kosovë, e njëjta gjë në Shqipëri, pra mos është problemi i shoqërisë aty, avokat, se ndoshta shoqëria aty i gjen veten. Jo, nuk është problemi i shoqërisë. E keni gabim. Shoqërisë i jepet ajo çorba e prishur ta hajë nëpërmjet medias shqiptare. Alternativat që i jepen shoqërisë tani, nëse përpara ishte vetëm TVSH-ja, tani alternativat në media janë pafund, në rrjetet sociale, në gjitha. Pse shkon atje? Pra mos është faji i vetë shoqërisë. Atë nivel kërkon. Jo të gjithë shoqëria. Të ka një pjesë. Dëgjoj, që i ndjekin ato kanale dhe ato pisloj që patjetër që është faji shqiptarëve. Patjetër. Sepse secili kujton se nga që nuk ndodh në shtëpinë e tij, edhe nuk do t'i ndodh nesër. S'ka gjithë të komshiu. Është vajzë e komshiut, është vajzë e bashkëtarrit, është vajzë e atij të lagjes. Zotri, çdo gjë që ndodh në Shqipëri tek që publikohet dhe reklamohet është në dëm të edukatës, të kulturës dhe të jetës së shqiptarëve.